Bro, doja të flisnim pak për pjesën e AI, me që dihet që është bëj pjesë e pandashme, dash si avantazh, dash si disavantazh për gjithë artistët ose për këdo, edhe për njerëz normal. Tip AI-n si e shikon? A e shikon si ose si fillim, a e përdor AI-n? Jo. Nuk e përdor AI-n. Edhe i kam edhe shok që e përdorin, po i kam shumë bezdira që e përdorin se që ma përmenin si muhabet. Po tani e bosh Allah, po sidomos me ty do ta flisim sot. E di po. Sidomos unë s'menoj që do zgjasi si gjo. A thu bro? Më duket se do bëhet akoma edhe më powerful. I don't know, nuk e di. Ti shpreson që jo? Unë njëri ka thonë i diti fjali që më ka pëlqyer shumë, ka thonë do përdore deri në moment që njerëzit do bëhen shumë lazy, edhe në moment që ata s'do dinë më me bëha si gjo do ja heqin edhe aty është sklavi perfekt. Se s'ti më me bëha si gjo se po i bëje veç me AI nëse ke më, kështu që. Edhe ta thash, jo më pak desha me ta përmend ty AI-n sepse mendoj që AI të paktën tek profesioni jot. Aty të sënon më shumë nga të gjithë. Se janë një ca video crazy bro që ti thjesht shkruaj 2 fjalë dhe për më pak se 5 sekonda ke gjithë imazhin. Në vërtet, janë artista të njohur, si më thon, në Shqipëri që më ka ardhur menaxher vet, më ka thonë duj pikturë. Kështu ja kam bë pikturën gati realistike. Më ka thonë këtë kisha bë me AI. Po më mirë të më thush si pëlqen si e ke bë se sa të më thush këtë gjë në dag, është pa hajt më. Varja, s'ke çaj bë. Po nga këto fushat e artit që ti ushtron për ty, kë e shikon më shumë si hobi dhe kë e shikon si profesion, si punë? Tash shive, se kam qenë të menu këtë kohë, do doja që luxury money do doja mi bë me pikturë. Fast money do doja mi bë me rroba. Edhe me video, I don't know, ndoshta më duhet sikur me fast money mund ta bësh me pikturë me lehtë kam përshtypjen. Jo. Jam gabim? Jo. Me pikturën unë shterohem shumë. Seriozisht? Ekstrem shumë. Të lodh? Shumë fare, sepse video, nga që already e di se ç'a do kap, se janë objektet aty. Ndërsa në pikturë bro duhesh me nis, mi kriju, edhe me ditë se ku do i vesh. Kupton, ndërsa video, ja, veç devej këtu, pastaj di unë ai shkoj këtu apo këtu. Ndërsa me pikturë. Ajo të shteroj çik. Ndoshta jo nga trut, po fizikisht ti je on set. Unë I have fun me thonë drejtën. Okej. I have fun shumë kur bëj video. Edhe kërcej gjatë kohës që bëj video. Pra I bie me pak fjalë me çfarë po më thotë ti pjesën e pikturës e shefi çik më me sy më kritikus, pra je më kritikus për veten kur vjen puna tek piktura se sa mund të jesh te kërcimi ose tekstet ose pra pikturën e ke kështu domethënë, e ke gjon që do ta kesh të mbledh me sa më të mirë. Prandaj the edhe ti the ty të njoh se njoh shumë.